realisht, zgjidhja e vetme aktualisht, për me kapërcy ujin për zgjedhjen e presidentit është nëse LDK-ja dhe AK-ja dhe pakicat që ndrojnë në kuvend. Po them, në kushtet në qoftë se PDK-ja nuk ndryshon mendim nga qëndrimet e djeshme. Në qoftë se PDK-ja ndryshon qëndrim. Sepse në qoftë se na jemi të me zbatu kushtetutën, si që është, dhe si që ka preferu gjithmonë edhe gjykata kushtetuese, deputetët e kanë për obligim që të rinë në sallë dhe të votojnë për, kundër ose të abstenojnë. Në këto rrethona lejohen edhe veprimet politike, të cilat janë edhe mos menojnë në sallë. Por kushtetuta nuk i parashef këtu. Andaj po them që uroj që këto sot e nesër të ketë negociata të mira dhe të ketë një kandidaturë e cila do të votohet. Negociata në nxorr për emrat që mund të dihen tashmë, kush mund të jetë president? Po negociata sa për sy e faqe, negociata në kushtet zorit? Jo, s'ka zor. Nuk ka zor, sepse na mund shkojmë në zgjedhje, mund ta çojmë vendin në zgjedhje, nëse ka pajtueshmëri, por mendoj që njerëzit janë lodhur për zgjedhjeve, qytetarët janë të lodhur dhe nuk e besoj që me bani pyetësor nga 100% që nuk e besoj që 90% janë për zgjedhje.